Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 185 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Muaji Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërofyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues i së mirës nga e keqja. Jemi pra në muajin e mëshirës, në muajin e faljes, në muajin e bekimeve të shumta, në muajin e mikpritjes së Allahut, në muajin e Ramazanit të bekat. Muaj i cili është ndryshe nga muajt e tjerë. Çdo gjë që bëhet në këtë muaj shpërblehet ndryshe nga zhveprohet në muajt e tjerë. Çdo gjë që thuhet është në këtë muaj dhe çdo gjë pra që ne pra veprojmë, do të marrim inshallah një shpërblim nga Allahu, se vetë Allahu ka thënë: "As-sawmu li wa ana ujzi bih." Agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Jemi në muajin të cilin Allahu e ka nderuar me zbritjen e kushtetutës mbar botërore, pas të cilës nuk vjen libër tjetër, me zbritjen e Kuranit të shenjtë, që është sqarues për gjithçka. Është udhëzues në ato që është më e mira, më e përkryera. Kurani është i mjaftueshëm për të ndryshuar jetën tonë në këtë muaj të begat të Ramazanit. Kjo arrihet, për ky ndryshim arrihet nëse ne vendosim një lidhje të fortë, të qëndrueshme dhe të thellë me Kuranin e shenjtë. Dhe nëse ne caktojmë një program të posaçëm për Kuranin në këtë muaj të begat, për ta lexuar atë, për të medituar në ajetet e tij. Kurani është ai që na siguron furnizimin më të dobishëm për botën e përhershme. Siç thot Allahu i lartësuar në ajetin për 29 të surës Fatir: Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Vërtet, ata që lexojnë librin e Allahut, pra Kuranin, falin namazin dhe japin nga ajo që ne u kemi dhënë, fshehurazi dhe haptazi, shpresojnë një tregti që nuk do të dështojë, ka veç se fitime. Dhe fitimi më i madh në jetën tjetër
për ata që lexojnë Kur'anin dhe e zbatojnë në jetën e tyre, është fitimi i kënaqësisë së Allahut të madhëruar. A ka fitore më e madhe? Që Allahu të jetë i kënaqur me ne në këtë jetë dhe në jetën tjetër, veçanërisht në atë jetë. Kurani i shejt është tryeza e gjerë e cila shtrihet nga lindja në perëndim. Sepse Kurani ka zbritur për të gjithë njerëzit, siç thonte edhe ajeti 185, pra i surës Bekare, që është udhërofyes për njerëzit, kudo që të jetojnë, në lindje në perëndim, dhe Kurani është tryeza e Allahut për mbar njerëzit. Dhe kjo tryezë është e gjerë dhe e shtrirë në mbar rruzullit toksor. Këtë tryezë pra e ka përgatitur krijuesi ynë, Allahu fuqiplot, për mbar njerëzimin me ndërmjetësimin e vullës së profetëve, profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, me qëllim që çdo njeri të përfitojë nga ushqimet shpirtërore të kësaj tryeze të shenjtë. Pra, nga Kurani i shenjtë. Ata që duan ta kuptojnë ashtu siç duhet Kuranin dhe përmbajtjen e tij sa herë që e lexojnë, duhet të largojnë pengesat që gjenden në brendin e tyre, me qëllim që të shohin dritën e vërtetë të këtij libri të shenjtë. Të pastrohen zemrat nga urrëtiet, nga smira, nga armiqësia, nga inati, nga zilia, nga gjithçka. Nga të gjitha pra ato pengesa, ato perde të zeza që gjenden mbi zemra. Nëse do të jenë të pastra, atëherë do të debërtoj drita e Kuranit të shenjtë në ato zemra. Koha e zbritjes së Kuranit është pra nata e Kadrit, nata e madhe, që është nata madhështore dhe më e mira se 1000 muaj, siç thot Kurani pra në surën Kadr. Ajo është koha më e ndritur e të gjitha kohërave. Dhe pikërisht në këtë natë të madhe, në këtë natë madhështore, Allahu zbriti fjalën e tij të shenjtë, Kuranin, për të qenë udhërofyes për mbar njerëzit në këtë jetë. Padyshim që kthimi te Kurani është një kthim që i përshtatet njeriut, sepse Kurani është në përputhje të plot me natyrën e njeriut. Nëse kthimi tek Allahu me bindje të bëhet, pra me bindje të plot, do të dallohej shumë qartë e vërteta nga e pavërteta. Dhe e gjithë njerëzia do të ecte në rrugën e lumturisë në këtë jetë, ashtu pra edhe në jetën tjetër. Nëse do të kapeshim pas Kuranit dhe do të zbatonim atë, nuk do të shohim, nuk do të shikonim të fatkeqësi, padrejtësi, gjakderdhje, vrasje në mesin e njerëzve. Të dashur vëllezër dhe motra, pra jemi pikërisht në muajin e zbritjes së Kuranit të shenjtë, në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj i rahmetit, muaj i ibadetit, muaj i qerametit dhe i bereqetit, muaj i ushqimit të shpirtit e të zemrës, muaj i pendimit, i faljes dhe i ndryshimit. Në këtë muaj gjenden mjaft mjete për të afruar tek Allahu dhe për të bërë ndryshimin e vetave tona, siç janë agjerimi,
falja e namazeve, bamirësia, shtrimi i iftareve, ndihma ndaj të varfërve, sadakaja dhe leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit ndihmon në ndryshimin e vetave tonë. Një lidhje e vërtet me Kuranin garanton ndryshim thelbësor në qenien e njeriut. Kjo për shkak se nga lidhja me Kuranin, duke lexuar atë, duke zbatuar, përfitohen shumë gjëra. Por vallë, çfarë përfitohet nga leximi i Kuranit në këtë muaj, në muajin e zbritjes së Kuranit? Për sot do të përmendim disa, sepse përfitimet janë të shumta. Do të përmendim disa që janë, besojmë, më kryesore, ato përfitimet e leximit të Kuranit. Së pari, kur lexohet Kurani, bisedohet me Allahun. Pra përfitimi i parë, kur ne lexojmë Kuranin, ne bisedojmë me Allahun, fuqi plot. Të gjithë ne e thërrasim Allahun, i lutim e atij me mënyra dhe forma të ndryshme. Mirë po, mënyra më e mirë për të biseduar me Allahun fuqiplot është leximi i fjalës së tij, Kurani i shenjtë. Për këtë na ka lajmëruar edhe profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë: nëse ndonjëri prej jush dëshiron të bisedoj me Zotin e tij, le të lexoj Kuranin. Pra, cilido që dëshiron pra të bisedoj me Zotin e tij, le të hap Kuranin dhe ta lexoj. Ta lexoj me praninë e zemrës, me praninë e mendjes. Pra kushdo që bisedon me Zotin e tij, ai kur nuk vepron kundra porosive të Zotit. Ai nuk i dëmton krijesat e Zotit. As nuk i poshtron, as nuk i vret, e as nuk u bën pa drejtësi atyre. Ai njeri është i devotshëm që i friksohet Allahut në fjalët që thot dhe në veprat që bën. Së dyti, kur lexohet Kurani, përfitohet pastrimi i zemrës. Të gjithë kemi nevojë që zemrën tonë ta mbajmë të pastër. Dhe ashtu duhet ta mbajmë. Sepse në ditën kur dalim para Allahut, nuk do të na bëjë dobi as pasuria, as fëmia, vetëm të shkuarit tek Allahu me zemër të pastër. Dhe Allahu fuqiplot në këtë jetë na e ka caktuar ato mjete që ta mbajmë zemrën të pastër. Është besimi në Allahun, janë adhurimet, veprat e mira, por gjithashtu pra është edhe leximi i Kuranit. Lidhja me Kuranin pastron zemrën. Për këtë profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thonë: këto zemra ndryshken ashtu si ndryshket hekuri. Dikush e pyeti nga shokët e tij të pranishëm: o i dërguari i Allahut, si pastrohen ato pra zemrat? Ai u përgjigj: me leximin e Kuranit. Ky muaj i begat, për muaj Ramazanit,
është koha më e volitshme për të pastruar zemrat. Sigurisht, kur zemrat pastrohen, në qenien e njeriut, në brendin ton, ndodh një ndryshim i madh. Sepse lidhemi me krijuesin. Zemrat tona, kur pastrohen, ato bëhen vendi ku qëndron pra krijuesi. Allahu fuqiplot. Kur pastrohen dhe ndriçohen me dritën e besimit, ato vazhdojnë të tilla derisa ne të kalojmë nga kjo jetë e derisa Allahu ta marrë amanetin e tij prej nesh. Së treti, kur lexohet Kurani, fitohet pasuri mjaft e madhe. Të gjithë njerëzit rendin, orvaten, vrapojnë, nxitojnë për të grumbulluar pasurinë në këtë botë. Por kur largohen, ajo nuk marrin asgjë nga ajo pasuri që grumbulluan. E kundërta ndodh kur lexohet Kurani i shenjtë. Sepse ajo pasuri që fitohet nga leximi i Kuranit në këtë jetë, ajo pasuri na shoqëron edhe në jetën tjetër. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kushdo që lexon Kuranin, ai është i pasur dhe nuk do të ketë më varfëri pas tij. Dhe është detyrë që ta lexojmë Kuranin, të jemi të lidhur me Kuranin, të njihemi me përfitimet e shumta. Kurani nuk është libër, e kemi thënë gjithmonë, nuk është libër për ta varur në mur, për ta vendosur në makinë, për ta vendosur mbi tryezë, mbi tavolinë, për bereqet, për ruajtje. Kurani është libri i jetës. Kurani gjallëron zemrat. Kurani freskon shpirtrat. Kurani na ndriçon. Kurani na shëron. Kurani na mëshiron. Kurani do të jetë ndërmjetësi për ne në ditën e gjykimit, po ashtu edhe agjërimi, si thuhet në një hadith të ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, i cili ka thënë: agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë në ditën e llogaritjes. Së katërti, kur lexohet Kurani, fitohet shoqërimi më i madh. Të gjithë ne përpiqemi të kemi shoqëri, të kemi miqësi në këtë jetë, dhe kjo është mjaft normale, po vjen koha që shoqëritë ndahen, shokët largohen, dhe shoqëria apo shoqërimi i vetëm që kur nuk largohet prej nesh është lidhja me Kuranin. Kur ne lexojmë Kuranin, kemi fituar një shoqërim të madh. Imam Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kushdo që e gjen ngushëllimin të leximi i Kuranit, nuk do të ndjej vetmi kur të ndahet nga shokët e tij. Ndërsa Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: edhe sikur të vdisnin të gjithë mes lindjes dhe perëndimit, pa të gjithë njerëzit, nuk do të ndihesha i vetmuar për sa kohë që Kurani është me mua, thot Imam Zainul Abidin. Çfarë mirësie e madhe. Tjetë Kurani shoqëruesi ynë në këtë jetë dhe shoqëruesi ynë në jetën tjetër.
Së pesti, kur lexohet Kurani, shlyhen mëkatet dhe shpëtohet nga ndëshkimi. Masha Allah. A ka mirësi më të madhe? Të gjithë ne bëjmë mëkate, të gjithë gabojmë. Të gjithë dëshirojmë që të jemi të shpëtuar nga ndëshkimi. Dhe një prej shkaqeve për të shlyerjes së mëkateve dhe të shpëtimit nga ndëshkimi është edhe leximi i Kuranit. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: le të jetë leximi i Kuranit pjesë e jetës tënde. Sepse leximi i Kuranit është lyerje për mëkatet, mburoj nga zjarri dhe shpëtim nga ndëshkimi, pa shpëtim nga zjarri i xhenemit. Çfarë do të gjejë njeri? Sikur 10 minuta në ditë kushtoj Kuranit, leximi. Nëse lexon, pra ty të shlyhen mëkat. Je i shpëtuar nga ndëshkimi. Qëndroj me orë të tëra, duke lundruar nëpër mediat sociale, për të lexuar, për të parë video të ndryshme po Kuranin vallë. Kjo fatkeqësi është sepse ka dhe shumë musliman që e kanë lënë pas dore leximin e Kuranit. Kthehuni o vëllezër dhe motra tek fjala e Allahut në këtë muaj pra të bekuar të Ramazanit. Sepse Kurani është i mbushur plot me mirësi, me begati, të pafundme, sepse është fjala e Allahut, në dorën e të cilit janë të gjitha të mirat. Se gjashti kur lexohet Kurani fitohet dashuria e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. A nuk dëshirojmë ne të gjithë të jemi sa më afër me profetin në ditën e llogaridhënies? A nuk dëshirojmë të jemi të shoqëruar me profetin Muhammed në ditën e Kiametit, në jetën tjetër? Atëherë, të lexojmë Kuranin. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, kur dëgjoi zërat e shokëve të tij duke lexuar Kuranin në xhami, ka thënë: të lumtur janë këta njerëz, pra këta që lexojnë Kuranin. Ata janë njerëzit më të dashur për të dërguarin e Allahut, profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dhe një prej rrugëve të zbatimit të sunetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është edhe leximi i Kuranit. Sepse vetë profeti ishte Kurani natë, domethënë Kurani folës. I gjithë Kurani ishte i kristalizuar në qenien e tij të bekuar. Edhe ne kështu duhet jemi pra. Nëse vërtet jemi zbatues të ajetit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vërtet tek i dërguari i Allahut keni atë modelin, shembullin më të mirë. Le të jemi pra prej lexuesve të Kuranit dhe prej zbatuesve të tij në jetën tonë. Së shtati, kur lexohet një ajet në muajin e Ramazanit, fitohet shpërblimi i leximit të gjithë Kuranit pra në muajt e tjerë. Pra sikur të lexohet një ajet në këtë muaj të shenjtë, ke fituar shpërblimin e leximit të gjithë Kuranit në muajt e tjerë, pra përveç Ramazanit. Në një hadith të ardhur për nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi thuhet: cili do që në këtë muaj lexon një ajet të Kuranit, edhe sikur të jetë Bismillahirrahmanirrahim,
Ai ka shpërblimin e leximit të gjithë Kuranit në muajt e tjerë. Çfarë mrekullie, çfarë madhështie. Pra këto ishin 7 përfitime prej përfitimeve të shumta të leximit të Kuranit. Të dashur vëllezër dhe motra, sa nevojë kemi për zbatimin e Kuranit dhe të rregullave të tij, veçanërisht në këtë kohë në të cilën kultura materialiste po vërshon si rebesh i furishëm duke shkatëruar çdo gjë që i del përpara. Kjo kulturë materialiste me vërshimin e saj po shkatron anën shpirtërore të njeriut. Jo vetëm kaq, por po e shkatron tërësisht qenie njerëzore. Streha e vetme për të shpëtuar prej këtij vërshimi shkatërues është zbatimi i Kuranit të shenjtë, i cili është sqarues për çdo gjë. Mirëpo, është për të ardhur keq pse ne e kemi braktisur Kuranin këtë strehë të begat. Dhe si pasojë na kanë goditur dhe vazhdojnë të na godasin fatkeqësi të shumta ditë ditës. Shpëtimi nga këto fatkeqësi dhe probleme, mosmarrveshje, konflikte, gjakderdhje, është kthimi te Kurani, leximi i Kuranit, zbatimi i Kuranit. Allahu na bëf prej atyre që e lexojnë Kuranin. Ky muaj begat është koha më e mirë për të kthyer te Kurani. Allahu na ndriçon zemrat me dritën e Kuranit. Allahu ju ruajt, ju begatoft, ju familjet tuaja kudo që t'jeni. Allahu na e pranoft agjërimin të gjithëve inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqe, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.